Çfarë është kjo dita fushore dhe sa e rëndësishme është për fermerët të kryen ditë të tilla? Po, ky organizim sot nga Qendra e Transferimit Teknologjisë Bujqësore Lushnjë, ku do demonstron gjithë problematika e punës kërkimore shkencore të programuar për këtë vit në fushën e perimeve, ashtu edhe të drithave, kryesisht të grurit, ka një rëndësi të veçantë, sepse duke u informuar specialistët, fermerët, pjesëmarrësit, jo vetëm në këtë takim, po edhe në takimet të tjera të mëparshme ose të mëvonde që do të organizohen, do të njihen më mirë me hibridet e rinj që studiohen në këto fusha eksperimentale. Hibridet të perimeve të ndryshme, speca, domate e të tjera. Njëkohësisht do njihen edhe me kultivarët e grurit që demonstrohen këtu, ato që janë në sistemin e prodhimit të farëve super elit dhe elit, dhe ato që shkojnë edhe përhapen në prodhimin e gjerë. Pra vlera këtu është e plot që të bëhen demonstrime të tilla, sepse janë informacione dhe studime të reja, i përshtaten ekonomisë dhe kërkesave të tregut sot për fara të zgjedhura, me generacione të larta, me hibride, me cilësi të mira kimiko-teknologjike dhe prodhimtari të lartë. Sa e rëndësishme është sot kur kemi parasysh që edhe klima, temperaturat janë rritur, kanë ndryshuar, testimi këtyre hibrideve? Sigurisht, duke përshtatur dhe kushteve që janë në ndryshim, sidomos në rritjen e temperaturës mesatare globale, por këtu del domosdoshmëri studimi këtyre hibrideve dhe kultivare të rinj që të përzidhen ata të cilët i përshtaten më mirë kushteve të re klimatike dhe toksore. Jo vetëm për këtë zonë, se studimi nuk bëhet vetëm në Lushnjë, po bëhet edhe në zonat të tjera ku qendra ka në Shqipëri, ku qendra ka pikat e referimit në kushte me variacion të ndryshëm klimatike toksor, për të dhënë një informacion shumë të saktë për gjithë fermerët, jo vetëm për pjesën e Lushnjës ose të gjithë rajonit këtu, por edhe më gjerë, sepse janë dhe qendra që problematika që ndjekin këto janë dhe në rreth kombëtar. Fermerët janë më tepër të interesuar tek hibridet apo farat autoktone? Këto janë të dy grupe të domosdoshme. Nëse fermeri del në prodhim me treg, mbjell sipërfaqe të mëdha, sigurisht do hibride me kapacitet lart prodhues, po dhe me tregues të mirë. Fermerë që kanë dhe prodhime më të vogla për kushtet e veta, për të konsumuar ose dhe për tregtim të vogël, mbjell dhe materiale autokton për vlerat e veçanta që kanë për degustimin dhe për bërjen shumë të mirë. Pra që të dy ka interes. Specifike, profesor, fara hibride janë të prodhuara në Shqipëri apo të marrë nga shkencëtarët e huaj? Këtu kemi fara edhe materiale autoktone që këta i ripërtrin koleksionet, si për perimet dhe për grurit, i ripërtrin çdo vit, i shtojnë, i shumëzojnë dhe i përgjigjen kërkesat fermerëve për kontingjentet caktuar të farave, në formë farash ose fidan. Ndërsa hibridet e reja sigurisht ka institucione ndërkombëtare që në rrafshin kërkimor shkencor janë standarde shumë të larta dhe ato institute të cilët parafrojnë me kushtet tona bëhet këmbime të materialet ndryshme që vijnë, ose dhe nga tregtarë të ndryshme që bien fara për t'i demonstruar këtu, për të precizuar më me saktësi se cilët janë ato hibride që mund të manifestojnë cilësitë më të mira dhe përshtatshmërinë më të madhe për kushtet tona klimatike. Nga afër. Shikojmë eksperimente, gjërat që janë bërë në serat që janë me kushte më të mira nga tona. Dhe të mësojmë diçka më shumë. Për shembull, për çfarë i interesuar? Për kontrollin biologjik, mos të bëjmë spërkatje, të jenë gjëra sa më pak në spërkatje. Ju e keni nisur kontrollin biologjik dhe ku? Po bëj 3 vjet në Hoxha El Beradi, 3 vjet e kam bërë të parë në zonën time. Dhe jam shumë i kënaqur. Se shpëtojmë spërkatjet, që ilaçet që janë vetë, që bëjmë spërkatje, malin e kemi disit të sigurt dhe prodhimin ashtot me 30 dhe 40% më shumë. Se nuk kemi djegje nga pesticidet që bëjmë. Ju prodhoni për eksport apo për tregun vendas? Vetëm për eksport. Kosto është më e lartë? Paka shumë, me këte 7% që na jep shteti ndihmë, është vetë mirë, aty ku duhet. Sot çfarë përfshin? Çfarë të reja ka nga qendra e transferimit teknologjive? Atëherë qendra e transferimit teknologjive bujqësore në Lushnjë vën sot ditën fushore duke prezantuar teknologjitë e perimeve në sera, teknologjitë e perimeve në fushë. E veçanta e teknologjive të perimeve në sera është kontrolli biologjik i dëmtuesve të perimeve në sera, domate, specë dhe trangull.
testimet e hibrideve të rinj që futen në prodhim, madhen testohen paraprakisht për të bërë gati për të futur në vitet e ardhshme në prodhim. Tjetër gjë kemi edhe prezantimin e perimeve të fushës. Në perimet e fushës kemi rritje e teknologjisë që kemi të avancuar, kemi edhe përdorimin e teknologjisë në prodhimin e qepës së fortë për konsum. Është llogaritur përdorimi i kontrollit biologjik në sera në kostosh më tepër ku anon më tepër kosto për fermerin. Atëherë nëse prodhimi biologjik i perimeve në sera ka një kosto të lartë, ka një mbështetje nga qeveria që shkon deri në masën 70%. Por rritja e rendimentit në 10% deri në 15%, rritja e cilësisë produktit dhe garancia për tregjet e brendshme dhe tregjet e huaja bën që ky produkt jetë më i garantuar për të dhënë të ardhurat fermerëve. Fermerët kur do t'i kenë hibridet për t'i mbjellë në tokat apo serat e tyre? Testimi vazhdon tek ne gati për 2 ose 3 vjet secili hibrid bëhet gati dhe pastaj bëhet pjesa e materialit divulgative që çohet, shpërndahet dhe bëhen demonstrimet në rrethet e Republikës. Hibridet janë prodhuar nga ju apo janë marrë nga jashtë? Jo, ne kemi vetëm perimet autoktone që kemi tona, që kemi edhe demonstrimet dhe prodhimet që kemi futur ato, nëse hibridet vinë kryesisht nga kompani të ndryshme që prodhojnë farmë. Prodhimet autoktone konkretisht çfarë kemi? Prodhimet autoktone kemi kryesisht perimet, kemi domate, specë, patlıcan, kemi pjepër, kemi shalqin, tonë. Kemi hudrën tonë, kemi qepën tonë, Që prej sa vitesh e kemi në? Kjo është një bankë genetike që është e trashëguar, ne kam gjetur, quhen linja të pastra, nuk kanë të bëjnë fare. Në vitin kaluar, që ne mbulonim një mas 50% të gjithë shpenzimeve që ato kryenin, ne këtë vit e kemi kaluar në 70% të mbrojtjes biologjike, pra të shpenzimeve që fermerët përdorin për të prodhuar me mbrojtje biologjike, që është një mënyrë shumë e mirë për të pasur një produkt cilësor, një produkt të kontrolluar, një produkt pa pesticide dhe një mënyrë shumë e mirë për zinxhirin ushqimor dhe për sigurinë ushqimore që ne kemi në vend. Dhe interesi vjen çdo ditë duke u rritur, sepse duket edhe nga aplikimet që çdo ditë ka filluar që fermerët aplikojnë, ne kemi mas të konsiderueshme deri tani, por që deri në fund të datës 26 që ne kemi në muajin tjetër për ta mbyllur edhe skemën kombëtare, siç e kemi ne që gjithmonë e lëm në afatet e fundit, por kemi një interes të shtuar ndaj mbrojtjes biologjike. Prandaj ne kemi rrit tashmë me 70% të mbulimit dhe presim dhe ftojmë gjithë fermerët që të aplikojnë për mbrojtje biologjike dhe të gjitha skemat dhe gjithë masën që ne kemi vënë në dispozicion për të aplikuar në mënyrë që të përfitojnë nga skema jonë kombëtare. Kemi 12 masa në vend në dispozicion, të cilat fermerët tani janë duke aplikuar dhe janë procese sipër në aplikimet në arebet, në online, pra ne kemi vendos online nëpërmjet telefonit, në arebet e pikat tona të arebeve, por edhe nëpërmjet njësive administrative ku qytetarët mund të shkojnë të aplikojnë. Diçka tjetër me që se jemi sot në ditën fushore të QTB-s. Si shikoni, këtu jemi në një nga serat e QTB-s që bëjmë me mbrojtje biologjike në disa forma, jo në një formë për disa nga varietetet që ne kemi për të mbajtur edhe farat autoktone, por edhe për t'i thënë fermerëve që këto janë ato çfarë duhet të orientohen dhe kjo është ajo çfarë nuk e jep prodhim në dur, pra është në këtë periudhë apo në periudhë tjetër. Pra ky është roli që të bëj, siç kemi edhe farat autoktone të grurit që ne kemi në sipërfaqe të konsiderueshme mbi 19 hektarë që janë pikërisht në QTB, për të thënë dhe për të dhënë modele për fermerët dhe për t'i orientuar ata për farat autokton, për t'i thënë që ky është një model shumë i mirë, siç specialisti e parashikoi edhe tha që ne kemi bërë dhe eksperimente në zonën e Korçës, që është një temperaturë akoma më e ulët dhe ka rezultuar më së miri dhe ka dhënë një rezultat akoma më të mirë se sa në Lushnjë apo në zona të tjera që ka një klimë të diferencuar nga një vend në një vend tjetër. Prandaj ne jemi duke mbështetur këtë fushë, këtë sektor, do ta vazhdojmë mbështetjen e tyre në mënyrë që t'i orientojmë edhe agroturizmet, sepse një pjesë agroturizmeve vikën pikërisht në Lushnjë, në QTB-n e Lushnjës për të marrë fidan, për të orientuar në drejt autoktone, për t'i çuar ato në tryezat e tyre, për t'i shërbyer ndaj
gjithë shqiptarëve apo të huajve bizneset që ato kanë, në mënyrë që të prodhojnë autoktonet dhe të gjitha, siç kemi domatet, kemi specin, kemi domethënë kemi shalqin që është një pjesë bostanor që është ashtu, por edhe perime, frutat e tjera që ato i duan për turistët e tyre. Prandaj është një mënyrë shumë e mirë për të ruajtur farat, për të dhënë mesazhet dhe për t'i afruar sa më shumë drejt prodhimit autokton. E keni bërë si kinest. Si po ecën? Rritë në kemi. Kemi thënë fjallën të shtojmë sere dhe akoma, sa keni shkuar? Pakun 2 hektar, të pakun. Jo, gjithë sipërfaqe. Sipërfaqe mbi 5 hektar. Mbi 5 hektar, vetëm me mbrojtje biologjike. Kishë një spital. Ne kishim 40 hektar për shku herën e parë, tani ka shku 55. Mos ka shku 57, për mos Komplet, ato të qishë në sera janë bërë komplet në kontrol biologjik. nuk ka më S'kam. Edhe kanë aplikuar. Tomate. Amino 10 plus. Produkt që ka Albani, të kemë një kompani tjetër të pak diferencimit, do më thënë se si në rendiment, në cilësi, në shije gjithë. Në profesor biologjike, po bëjmë pjesën e poshtë për të ushqyer në mënyrë biologjike. E prerat biologjike që janë, produktet biologjike. Tani, çfarë ndryshimi ka? Po i ka erdhur Atëherë këtu shikojmë domethënë është më shëndetshme kjo e majta. Domethënë do të thotë që kjo metodë ose ky lloj mënyrë e rusi është më i lartë se kjo domethënë. Pra dullim nga katët. Nga katët, nga masimi, nga zhvillimi, nga ngjyra. Kokra është më e madhe. S'është vetëm ajo, këto e kanë bërë kokrën më të madhe. Kur e leti që të zhvillohet?
Vazhdon zhvillohet në sjellorë atë. Anësor. Po, në ansor. Do vi muj, do mbaroj të filloj koriku do bëhet kutje tjetër. Do filloj kushi do bëhet kutje tjetër. Do vi më ngri diçka vendi vazhdon të prodhoj me sjellorë. Ne monitorojmë vetëm pjesën. Donde fruta më shumë. Ne monitorojmë pjesën e janë sjellorët në brenda. I vinë shqyrtojnë. Bima atëherë do të vinë në filatësi. Në pa e shkullur nga vendi. Të pritet në fitimit, kjo është e gjithë, mos ta mbledh dy herë. Por pa e lëvizur. Fitimi dhe shmang. Dani kostet në një të gjëra tjetër. Në teknologjitë e mira domethënë që ata i bëjnë ato skerat. Që bëjnë në panë holandeze me të punë. Infermerët kë keni orientuar pra Këtë po bëjmë në Vojzaj. Me Emiliano. Këtë po bëjmë. Se gjithë do provojmë tani vallë. E di çfarë do bëjmë si vjet. Tani, ky gurë është bër. Ky është bërë edhe tjetër për 2 javë, më fillon korrin. Kjo janë linja tona, kjo është linja në të. Sa përmen që pyeta që të bëjmë grurin, në shoshin që të vitë dhe kokra është në plot, pa probleme nga përmbytjet në tanë, por kjo ka sjell cilësi dhe sasi në të madhe. Pjesë e pluhut dhe të probleme. Jo, edhe që ishe në ujë në të Është me hibridin atë pjesë. Jo, dhe kësa. Kjo është një lloj zbërë, domethënë shërbimi bëhet një lloj për të dyja, nuk ka. Do t'i bëj reklam. Njëta nuk ka. Është janë të njëjtat e fakt, na që janë të njëjtat. Shumë pak kjo më rancëmuar, sepse këtu shkoj shumë uniform.